Moderatorja bukuroshe Chiara Tito ka ndarë me ndjekësit e saj disa momente të veçanta nga prapaskenat e videoklipit të Halloweenit, ku protagonist janë Louise Ailey dhe bebushja e tyre e ëmbël, Luna Mari. Çifti ka realizuar një projekt që jo vetëm tregon talentin dhe kreativitetin e tyre, por edhe humorin dhe energjinë e pafund të familjes. Në video, shihen shumë momente të gazmore të Louisit, të cilat janë kaq natyrale dhe të sinqerta saqë çdo person që i sheh nuk mund të mos qesh. Ai shpesh duket I çorientuar nga veprimet e vogëlushes, ndërsa reagimet e tij të paimagjinueshme I japin videoklipit një humor të veçantë. Një prej skenave më të bukura është kur Luna, e mbushur me energji dhe kureshtje, vrapon me një bukë në dorë, duke lënë të qeshura dhe situata komike për të gjithë ata që ndjekin videon. Ndërkohë, gjatë një tjetër momenti, Louise bie nga karrigia, duke I shtuar videoklipit një dozë humori që të bën të buzëqeshësh pa pushim. Këto skena nuk janë të inskenuara, por kapin spontanitetin dhe natyrshmërinë e çiftit, duke treguar se jeta e tyre familjare është e mbushur me gëzim dhe çaste të veçanta që duhen parë nga afër për t'u besuar. Përmes këtyre prapaskenave, Chiara Tito ka treguar jo vetëm momentet më gazmore, por edhe dashurinë e veçantë që ekziston mes Louisit dhe Lunës. Çdo buzëqeshje, rrëzim apo reagim I vogël I Lunes e bën videoklipin të ngrohtë dhe të afërt, duke krijuar një lidhje të veçantë me ndjekësit. Shumë prej tyre kanë komentuar se videoja I ka bërë të qeshin dhe se ndihen sikur janë pjesë e atyre çasteve të lumtura. Ky videoklip tregon se edhe momentet më të thjeshta mund të jenë të paharrueshme kur kapen nga kamera dhe shfaqen me sinqeritet. Gazmoret e përditshme, lojrat e vogla dhe spontaniteti I çiftit e bëjnë çdo sekondë të veçantë dhe të qeshur, duke e kthyer videoklipin në një përvojë të këndshme për të gjithë publikun. Në fund, ajo që bie në sy është se dashuria, humorin dhe pafajësia e vogëlushes Luna janë protagonistët e vërtetë të këtyre prapaskenave.